Prej kurit ka fillu gjihadi kur është bë në fytyrë tokës, prej kurit në njeh Kur'ani se është na tregon Kur'ani se është bë obligim gjihadi. Gjihadi për herë të parë në Kur'an na jep se është obliguar në kohën e Musës alayhi salatu wasalam. Këto e ka fillimin. Ku e ka mbarimin gjihadi? Gjihadi e ka derisa të ekziston ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është e njohur në besimin e ahli sunnetit se gjihadi vazhdon, është obligim fetar për musliman deri në ditën e Kiametit, deri kur zbret Isa alayhis salam edhe ta luftojnë Dejjalin. Aty e ka fundin. Fatalaqul in kana aba'ukum. Thuju nëse janë baballarët e juve, wa abna'ukum, edhe fëmijët e juve, wa ikhwanukum, edhe vllaznitë e juve, wa azwajukum, edhe gratë e juve, wa ashiratukum, edhe familja e juve, wa amwalun iqtaraftumuha, edhe pasurinë që ju e keni fetuar, wa tijaratun takhshawna kasadaha, edhe tregtim të cilën po frigni se do ta humbni, wa masakinu tardawnaha, edhe shtëpia të cilat ju po banonin ato. Nëse këto të gjona janë ahabba ilejkum min Allahi wa rasulih, nëse që të gjona i vlerësoni, i doni më tepër se Allahun azza wa jall dhe se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabili, dhe se jihadin fatarabbasu, atar pritni hatta yati Allahu bi amri, derisa Allah azza wa jall vjen me urdhën e vet, do të çon dënimin e tij. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allahu nuk e udhzon popullin fasiq mëkatar. Pastaj Allah azza wa jall kur flet edhe tregon vlerën e mujahidit, thot: "Wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima." Allahu ka vlerësuar mujahidat ndaj atyre të cilët nuk dalin luftë me disa grada të mëdha, darajatin minhu, darajat grada në xhennet, wa maghfiratan, edhe falje nga Allah azza wa jall, wa rahmatan, edhe mëshirë, wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahu është falës edhe mëshirues. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. O ju të cilët keni besuar, atë ju të udhëzoj juve, atë ju tregoj juve për një tregti e cila do t'ju shpëton juve për një dënim të dhëmshëm. Tu'minuna billahi wa rasulih. E para është kjo tregti të besosh në Allahun azza wa jall edhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, e të luftoni në rrugën e Allahut bi amwalikum wa anfusikum, e të luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë e juve edhe me veten e juve. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve nëse ju jeni çka e dini. Kjo e para që ju mbron juve prej dënimit të dhëmshëm. E dyta, yaghfir lakum dhunubakum. Nëse bani këta, Allahu pastaj juve ja fal gjunaat e juve. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. E pastaj ju fut juve në xhennetin në të cilën rrjedhin luej. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Ati ka banesa të mira, qëndrime të mira, të bukura në xhennetet e Adnit. Dhalika al-fawz al-azim. Ai janë shpëtim shumë i madh. Wa ukhra tuhibbunaha. Është edhe një sen të cilën Allah azza wa jall ja jep juve, e që ju po e dëshironi. Nasrun min Allah, fitara nga Allahu, ndim nga Allahu, dhe fitara wa fathun qarib, të afërt. Wa bashshiril mu'minin, ati o Muhammad sallallahu alaihi wasallam përgëzoj besimtarët.